Mirë, figura super. Hala, si duket? Ha? Do të vëm një bombë pak. Spitali jonë kemi në përdorim 7 ambulanca, nga të cilat 5 i kemi në gjendje pune, mjaftueshëm të konsumuara. Kemi një ambulancë të ardhur të 2020-s, të tjerat janë të 2010-s, 2005-s. Ky mjet, pavarësisht se është i përdorur, ndihmon në funksionalitetin e shërbimit urgjent. Ka më nevojë spitali i Lushnjës për mjet autoambulancë? Kemi nevojë dhe është porositur, është në ministri porosia jonë që realizohet në 2026 për një ambulancë tjetër të re. Dhe do ta mbashkohet vitin tjetër. Për intervistën, unë doja së pari të falenderoja çiftin norvegjez të kësaj shoqati të Krishterë që bën të mundur pajisjen e Spitalit të Lushnjës me këtë autoambulancë bashkohore, jo vetëm jashtë, por dhe pajisjet brenda. Është një kërkesë e para rreth një vit e gjysmë që unë i bëra kësaj shoqate në bashkëpunim me mikeshën time, presidente e Fondacionit Fara Mirësie, Vera Molla, cilën gjej rastin ta falenderoj. Ajo bëri të mundur bashkëpunimin dhe sjelljen nëpërmjet çiftit të huaj norvegjez në Spitalin e Lushnjës. Është një ndihmë e madhe, kuptohet që cilato qofshin fondet në shëndetësi, asnjëherë nuk mjaftojnë kur bëhet fjala për jetën dhe shëndetin e njerëzve. Megjithatë, ne i falenderojmë pa mas, bashkëpunimi do të jetë i vazhdueshëm. Unë jam, edhe pse mos jem deputete e qytetit, unë jam qytetare e këtij qyteti dhe dua që qytetarët lushnjarë dhe më gjerë të marrin të gjithë ndihmën e nevojshme dhe në këtë rast ambulanca është një vlerë e shtuar e pajisjeve dhe e teknologjisë së këtij spitali. Të pari dua të falenderoj donatorët norvegjez që me ndërmjetësinë e doktor Erion Sularit na ofruan një ambulancë, një shërbim plus për urgjencën e Spitalit Lushnjë, për gjithë shërbimin e Spitalit Lushnjë. E kishim të nevojshme. Ambulanca është një ambulancë që do merret me transportin e pacientëve drejt qendrave terciare ose për shërbimin e urgjencës 127, do pajiset dhe me pajisjet e tjera mjekësore nga spitali ynë dhe do jetë në shërbim të gjithë komunitetit. Me anë të mikut tim Aleksandr Molla në Laç dhe me iniciativën e deputetes Linda Buxheli, kemi arritur të sillim një ambulancë nga Norvegjia për të ndihmuar Spitalin e Lushnjës në sa do pak domethënë nevojat që i ka. Kjo është vazhdim ndihmë që ne bëjmë si kisha ungjillore Fjala e Jetës në qytetin e Lushnjës dhe do vazhdojmë akoma domethënë për të ndihmuar këtë spital. Ju falenderoj. Doktoresh, po lejeni fotot më analizimi. Ojroni, vajtë doktoresha Lila, merret pak edhe uve të shikojnë nga brenda, dhe se po bëm pyetje për pajisje. Një foto me këta dy se këta i ka marrë këta finlandezët. Dhe është Just play. You play? Are you Albanian? Very good health.
Dale ti diti kështu. Po na, është mirë. Tash pra unë, hapu gjëdhenja. Qa është kjo, monitor? Jo. Erion, shprim oksigjeni tu s'kemi. Ku është? Janë që duke leshe. Because I had some problem with some 2014, 10, 11 years. But I driving the big problem with this car, like drinking oil. Yes, it has been a fight. It has been a fight. Destiny, shkote mami këtu? Destiny? Where I would like to find Hey, thank you, hello. That's me, I'm Uwe Johan. Yes, I am Erion's wife.